Paça me ju o vëllezër dhe motra, sot vazhdojmë me leximin e Ungjillit të Lukës. Le ta dëgjojmë. Me kë pra ti krahasoj njerëzit e kësaj besnie, kujt i përngjasin? U përngjasin femjat qave, që rrinë ndërsheshe dhe i ferrasin njëri tjetrit, si pas asaj fjale. Ne uram për ju fyeve e ju nuk kërcësyet. Bëm gjem e ju nuk vajtuat. Erdhi gjon pagëzuesi, as nuk hëngri bukë, as nuk piu verë. E ju thoni, ka në trup djallin. Erdhi biri njeriut, ky e ha e pi. E ju thoni, Jagopçi, Pjaneci, miku i tragambledhesve e i mekatarve. Por urtish i japin të drejt, bite saj. Fjala e Zotit, lavdi ty, o Krishti. Miru vëllezër dhe motra, nisha tu me ndu në këtë fjalë, me ka ardhur në mend që kam përjetuar si fëmijë edhe kontekstin tim atje në Republika Dominikane, në Santo Domingo. Jam për një vendit tropikal, edhe atje kena valle që normalisht janë valle për çiftet. Për çiftet. Do të thënë, nuk vallëzojmë krejt si grup, por normalisht si çift. Edhe ritmet që ne të mësojmë me vallëzu, normalisht kush na mëson është nana. Në fakt ashtu thuhet në vendin tim, ku një djalë nuk din me vallëzu, normalisht thonë, nuk e kam vallëzu kur ishte i vogël. Mirë, që ne të mësojmë me vallëzu, kjo është vetëm një imazh, mund të them një analogji, që nuk është i përsosur, por në ndihmon me kuptu pak. Zoti është ai që vendos ritmin e muzikës. Është ai që e drejton muzikën e jetës, me faktet, me ngjarjet e jetës. Edhe njeriu i urtë, që i thot Krishti, që bijtë e urtisë japin të drejtë. Do të thënë, me kemi bijtë e urtisë, njerëz të urtë, do të thënë që ne vallëzojmë në ritmin që Zoti na kallëzon. Me çfarë Zoti na prezanton në jetë, që ne të hymë në atë valle pa me murmuru, kush nuk i pëlqen valle, tërhiqet. Jo, Zoti ka dëshirë që ne të vallëzojmë sipas ritmit që ai na tregon. Ka edhe një veçanti me ne, për shembull me merengë, kush vallëzon merengën, kush drejton valle është burri. Edhe grua ndjek burrin. Ne jena nusja e Krishtit. Edhe që ne të hymë në vallet e jetës, që të vallëzojmë sipas ritmit që hyi na kallëzon, kena nevojë që të jetë Krishti që të na udhëheqë në këtë valle që është jeta. E kush na mëson, nëse kam thënë se normalisht mësojmë nga nana, kush është nana? Nana është kisha. Sot në leximin e parë thuhet për kishën, thotë Shempali që shkruan ka shkruar një letër Timoteut, duke i thënë që të dish si mu sjell në shtëpinë e hyjit, në kishën e hyjit të gjallë, që është shtylla dhe mbështetja së vërtetës. Nuk ka 2 ose 3 kishë, ka një kishë që Krishti ka themeluar. Atëherë le ta lejojmë që nana jonë, që kisha katolike, kisha është ajo që ka kenë themeluar në pjetrin. Tërë që ne të lejojmë që kisha të na mësoj me vallëzu me Krishtin në vallet të jetës. Kurajo, që lëvdu Krishti.